Okej, si pjesë lëndës doktrina e Perëndis, ne flasim edhe për vendimet e Perëndis, që trajtohen në manual në një kapitull tjetër, besoj 6 apo 7 besoj. Ne në këtë shkollë japim vëmendje besorëve që kemi në këtë libër. Dhe përveç kanuneve të Dortit, ju rekomandoj të lexoni kur arrini tek mësimet 3 dhe 4 për atributet e Perëndis, ndoshta ti lexoni së bashku rrëfimin belg e besimit dhe rrëfimin e Westminsterit, në ato nene që flasin për Perëndimin. Japin një lloj përcaktimi, përshkrimi i Perëndisë, mund të jetë e përdorshme të lexoni së bashku. Tjetër. Tani shkojmë tek kanunet e Dortit, sepse aty shpjegohen vendimet e Perëndisë në lidhje me shpëtimin e njerëzve dhe të engjëjve. Kjo u bë në sinodin e Dortit. Dort, apo Dordrecht, është një qytet në Holland, në jug të Hollandës, ku para 4 shekujsh, u bë një sinod i thirrur nga parlamenti holandez për të evituar luftë civile. Ne kishim jaftë luftë me Spanjën. Aty kishte një sinod kombëtar të gjitha kisheve të reformuara në Holland, me 62 delegat holandez, po kishte edhe një karakter ndërkombëtar. Kishte 27 delegat të huaj nga kisha në 8 kombe të huaja, rreth Hollandës. Evropiane. Vetëm Franca mungoi, sepse qeveria e Francës nuk lejoi delegatët të shkonin për Holland për shkak të situatës politike. Po, ato duhet i kishin ardhur. Po ishin nga Anglia, në disa vende të Gjermanisë, të Zvicrit, të gjithë ishin aty. Në Holland. Pra, sinodi i Dortit nuk ishte vetëm një ngjyrë kombëtare, por edhe një ngjyrë ndërkombëtare, kur diskutoheshin tema që ishin të rëndësishme për të gjithë kishat protestante, ungjillore. Si kryetar u zgjodh pastori Johannes Boherman, sepse ai kishte mjekrën më të gjatë. Vërtet, kështu ishte. Ai nuk ishte të bërë për kohë. Shërina J.C. Riley. Po. Ndoshta po. Mbledhja filloi në muajin nëntor në vitin 1618 dhe mbaroi në majin 1619, domethënë ditë dimrin e ftohtë ata kanë mbetur në Dordrecht. Kishte 154 seansa, domethënë takime të ndryshme me gjithë sinodën dhe me pjesë të sinodës për tema ndryshme. Vendimi kryesor i sinodit ishte një zgjidhje të një polemike serioze në Holland, që preki edhe kisha të tjera jashtë Hollandës, që quhej arminianizmi. Edhe u shkruajt nga sinoda deri pikat e fundit një dokument që ne tani njohim si kanunet e Dortit. Kanuni është një fjalë i njohur për vetëm në shumës rreshton Dortit dhe ke kanunet e Dortit me të njëjtin qëllim, për të rregulluar jetën teologjike edhe krishtare. Një emër tjetër të dokumentit ishte zyrtarisht 5 pikat kryesore të doktrinës në kundërshtim në Holland. Njihet gjithashtu si 5 nenet kundër remonstrantëve apo kundër protestuesve, sepse fjala remonstrant kupton protestues.
Kush ishte personi I cili ka dhënë lëvizjes arminiane emrin? Ai që një profesor me emër Jakob Arminius, zyrtarisht. Armini. Ai lindi në vitin 1560, një vit pasi kishte, pasi Calvini kishte botuar institutet në formën përfundimtare. Ai jetoi deri 1609. Pra ishte, më të themi, në brezin e tretë të reformacionit. Nëse konsiderojmë Luterin dhe Calvinin si brezi I parë, studentët e tyre ishte brezi I dytë, edhe studentët e studentëve të tyre ishte brezi I tretë. Fillojnë problem. Arminius, apo Armini, nëse nuk përdorim prapa shtesën, ishte profesor teologjik në Leiden, Universiteti I Padova. Ai kishte zhvilluar shumë për teologjinë mësimet e Calvinit, po gjithashtu devijoi në disa. Në të njëjtën universitet kishte një profesor tjetër me emër Francis Gomarus. Ata ishin dy krerë, më të themi, të degës së teologjisë të atij universiteti. Arminius vdiq në vitin 1609. Si lidhet ky vit me fillimin e sinodit? Ku filloi sinoda? 618. Do më thënë Arminiusi që I pranishëm në sinod. Pse? Vdiq në 1616, s'kisha takat. Do më thënë, ai kishte vdekur, ai vdiqën në 9. Do më thënë, ai kishte vdekur 9 vite përpara. Se do shihen brava, Pas vdekjes së tij, një emër që mori përsipër vazhdimin e lëvizjes arminiane ishte Simon Episkopi. Edhe ky holodezit. Jo, nuk besoj që ishte profesor. Nuk lejohej më. Si nuk lejohej më? Sepse universitetet kishin mësuar nga prezenca e Arminiusit, që ishin më të kujdesshëm. Të mësohej ai që thoshte ai. Patjetër mësohej, por jo në pozicionin e një profesori më, beso. Arminiusi, pas I vdiq, linte një lëvizje me në vitin pas vdekjes së tij 43 pasues pastorësh, të cilët I zhvillonin mendimet e Arminiusit, edhe formulonin, pra një vit pas vdekjes së Arminiusit, në një remonstrant. Në fjala remonstrant kupton një rezolut protestuese, domethënë një dokument zyrtar nga ata si një grup pastorësh, jo si një kish apo një denominacion, sepse të gjithë ishin brenda kishës së reformuar, por e ka shkruajtur si një protest zyrtar kundrejt doktrinës së kishës. Kjo lejohet, nëse është argumentuar nga Bibla. E kjo është çështja. Qëllimi I tyre ishte një rishikim të standardeve doktrinore të kishës së reformuar. Prandaj u morë seriozisht, sepse kur ata tregonin kishave, ne mendojmë kështu për këto doktrina, kjo kuptonte që katekizmi I Heidelbergut duhej rishikuar, rrethimi I belg I besimit duhej rishikuar gjithashtu. Disa vendime të sinodave për doktrinën duhet të ishin të pavlefshme. Pra gjithë jeta kishtare në Holland u tremb nga situata që 43 pastor kryesor në Amsterdam, në Leiden, në Dordrecht propozonin mendimet e tyre.
Ata ishin pasorë me pesh. Edhe gjithë Holanda kishte një kishte reformuar, vetëm anapartistët ishin veç, edhe qendrat kishave ishin qytete si Amsterdam, Leiden, Dordrecht, Utrecht, ku kishte më shumë arsim, edhe aty, pikërisht aty u qenë ata pastor arminian. Domethënë ishte një pjesë të kryesisë së kishës, më të themi. Pastor me pesh, jo në vende rurale, por në qendrën e kishës, me shumë ndikim. Ata predikonin në kishat më të mëdha të Hollandës. Në remonstrancën e tyre, ata kishin 5 tema, 5 kapitull, më të themi. E para, edhe dëgjoni me kujdes. Zgjedhja e Perëndis bazohet në besimin e parë. Perëndia shikon, Danieli bëhet besimtar, pranon Krishtin, Perëndia duke parë këtë përpara, shkruan emrin e Danielit në librin e tij të shpëtuar. Së dyti, shlyerja e Krishtit ka vlerë universale, është në dispozicion e të gjithëve që lirisht zgjedhin ta pranojnë atë si shpëtimtar. Së treti, është vullneti i lirë i njeriut për të zgjedhur të bëhet besimtar apo jo. Edhe njeriu ka vullnet të lirë sipas atyre, sepse doktrina e rënies në mëkat nuk kupton që vullneti i njeriut është plotësisht i prishur, jo, ata mendonin vullneti është i thurur në mënyrë të pjeshme, po jo në mënyrë të plotë. Prandaj njeriu me vullnetin e tij të lirë ende mund të rezistojë hyrjen e Perëndis që prek atë. Perëndia mund të afrohet me njeriu, edhe njeriu mund të thotë po apo jo. Edhe Perëndia me gjithë fuqinë e tij nuk mund të ndikojë njeriu përfundimisht. Pra hiri i Perëndis është kufizuar nga preferenca njerëzore. Së pesti, njeriu që është i shpëtuar, ka ardhur te Krishti, mund të humbas besimin. Ai mund të jetë në anijen e shpëtimit, por ai mund të largohet nga kjo. Ai mund të hiqet në tefë. Këto janë 5 pikat e remonstrancëve. Zgjedhja është e parapar, po jo e determinuar nga Perëndia. Krishti ka vdekur për të gjithë, njeriu zgjedh me lirinë e vet për ta pranuar po apo jo, ai mund të rezistojë hirin, edhe ai mund të humbas hirin që ai ka marrë. Ai mund të jetë shpëtuar sot, edhe nëse mund ta humbas. A janë ato gjëra historike, apo janë aktuale? Janë shumë aktuale. Mbajmë në Delvin një vëlla në kish, anëtar, që tha, unë jam jo në Perëndis. Perëndia, unë jam në dorën e Perëndis. Perëndia nuk do të më lejoj kur të, ai nuk do të më hedh poshtë kur. Unë mund të hip nga dora e tij, nëse unë nuk dua më të jem i Krishtit. Humbja e shpëtimit. Unë mund të rezistoj hirjen e Perëndis. Krishti ka vdekur për të gjithë, por disa pranojnë, disa nuk e pranojnë. Kështu kam mjaft debate për këtë. Edhe në mund të dëgjosh këto gjëra edhe në Shqipëri në një fushat në gjilëzimi, Krishti trokit në
në derën e zemrës tënde, sipas Bulesa 3:20, hape portën. Vetëm ti ke qelësinë e shpëtimit. Perëndia të pres, trokit, po ti ke për të hapur portën e po. Ai varg është u drejtuar besimtarëve që janë larguar nga Krishti në një fase, po nuk flet për hapjen e një zemre jo besimtare të bëhet besimtar, sikur është në pushtetin e njeriut për ta vendosur. Jo vetëm në Amerikë, por edhe këtu. Perëndia të do. Po. I thonë një besimtari sot të do. Edhe kështu ka shumë variante, por pikat e remonstrantëve janë kryesore për ungjillëzim, për jetën shpirtërore, për predikimet. Vazhdojmë. Tani, kanunet e Dortit japin një përmbledhje kundër a kontra remonstrancës. Zgjedhja e besimi së pari, besimi është i pakushtëzuar, janë dhurat e sovranitetit të Perëndis. Perëndia zgjedh, Perëndia i jep besim. Nuk është vendimi njerëzor, por është dhurat prej Perëndis. Së dyti, ndjekim ato remonstranca, vdekja e Krishtit, shlyerja e Krishtit është plotësisht e mjaftueshme për shlyerjen e mëkateve të gjithë botës. E mjaftueshme është që askush të mos thotë nuk ishte gjak për mëkatet e mia. Jo, është e mjaftueshme. Por efektshmëria shpëtuese është e kufizuar tek të zgjedhurit. Kundrejt remonstrancëve 3 dhe 4, kanunet kanë bashkuar një përgjigje, jo e kanë ndarë veç e veç, por së bashku, edhe më vonë do t'rregoj pse. Njerëz të gjithë janë të shtuar, të prishur nga mëkati. Nuk kanë asnjë dikim pozitiv për të pranuar shpëtimin. Njeriu nuk është i sëmurë, por i vdekur shpirtërisht. Kjo kupton që vetëm hiri sovran i Perëndis thret në mënyrë efektive, në mënyrë të parezistueshme. Edhe ai ripërtërin të zgjedhurin në Krisht. Edhe ata që janë të shpëtuar nga Perëndia, së pesti, Perëndia i ruan deri në fund fare. Pra besimtarët qëndrojnë, guximojnë me hirin e Perëndis. Edhe pse mund të jenë të dobët, por guximojnë me hiri i Perëndis. Si përmbledhje të kanuneve. Do t'i trajtojmë pak më shumë në hollësi më vonë. Nëse shikoni kanunet në libër, për shembull në faqja 177 ka krejun e doktrinës përpara caktimit hyjnor, që është kreju i parë. Kështu ka kreju i dytë, kreju i tretë, katërt, kreju i pestë. Kreju 1 edhe çdo krej fillon me gjëra pozitive prej Perëndis. Edhe fillon me një shpjegim të doktrinës së reformuar në mënyrë pozitive, pastaj kundërshton gabimet, edhe përfundon me një nen apo me 2 nene të fundit, ngushëlluese, zbatuese për besimtar. Pra lëvizja është nga doktrina pozitive drejt doktrinës negative, drejt ngushëllimit. Në çdo kre veprohet kështu, në mënyrë sistematike.
Pas çdo kapitulli ka një kundërshtim të gabimeve, të cilat janë pak më të thellë, pak më teorike, ndoshta pak më teologjike. Në kishët e Hollandës lexohen ato nene, avash një shërbesat e së basditës, po jo gabimet kundrejt, po jo gabimet, sepse ato nene janë pak të vështira për të lexuar në kish, por për një debat teologjik janë shumë të mirë për të lexuar, sepse aty do hasesh me mendimet e kundërshtarëve, që përgjigjen nga gabim, nga përshkrimi, nga përgjigjen, domethënë atyre gabimeve. Pra, renditja është pas shqellimit të neneve, ka një kundërshtim të gabimeve të remonstrantëve. Kështu ka 4 kapitull, 59 nene ekspozuese, edhe 34 kundërshtime të gabimeve. Kështu është përbërë dokumenti. Si është karakteri i kanuneve? Diskutimet në sinod ishin në nivelin akademik. Të gjithë ata pastorë kishin, do të thosh, një bachelor apo një master në teologji në ditët tona. Ata kishin nivel. Po teksti i kanuneve nuk që një tekst shkencor. Pra kishte mendime shkencore, por formulimi ishte në nivelin e kuptueshëm për anëtar të kishës me pak zhvillim, patjetër. Nuk që e nevojshme për të kuptuar kanunet të shkoje në një shkollë teologjike përpara. Ja, çdo anëtar me arsyetim normal mund t'i kuptojë. Drejtohen mendjes, patjetër për qartësim, por drejtohen edhe zemrës për ngushëllim. Për shembull, nëse Perëndia ka paracaktuar të rritur edhe fëmijët, çfarë bëhet me një fëmijë që vdes herët? A mund të jetë paracaktuar? Ne ende nuk kemi parë kohë, nuk kemi patur kohë për të parë nëse ka besim po apo jo. Ende nëse fëmija vdes pas 6 muajsh, nuk mund të flasë ende. A mund të jetë paracaktuar? Atëherë jepet një përgjigje pastorale që jep shpresë prindërve që fëmija mund të jetë përfshirë në paracaktimin e Perëndisë nëse vetë prindërit janë besimtarë. Po, është kapitulli 2, neni 17. Po që se prindërit nuk janë besimtarë? Është këtë gjë. Atëherë akoma ka paracaktim, por jo kaq premtues. Sepse hiri i Perëndisë te kallon mosbesimin prindërve. Mbajmend? Po, të bie që forset tjetë shkojnë të tërë. Jo, varet. Sepse paracaktimi i Perëndisë te kallon mosbesimin e prindërve, ende nëse fëmia vdes pas një dite. Prandaj do të Unë nuk them të gjitha, kjo është edhe liria e Perëndisë, por sigurisht Perëndia zgjedh jo vetëm të rriturit, por edhe ndër fëmijët. Pra, unë them këtë si shembull për të treguar që nenet janë ngushëlluese, edhe jo vetëm shqelluese. Mesazhi gjithmonë formulohet në mënyrë biblike, edhe pse nuk ka shumë referenca me emër, ka disa, po nëse lexon me kujdes, do hasesh me shumë fjali apo pjesë të fjalive që vijnë direkt nga Bibla. Gjatë sinodit, remonstrancët ishin ftuar për të mbrojtur veten. Ata kanë patur ditë plot debate, e në fund u përjashtuan remonstrantët nga sinodi.
Sinodi vazhdoi të formuloj kanunet, edhe në fund të sinodit u paraqit teksti përfundimtar që ishte adaptuar mjaft herë, edhe me unanimitet sinodi i ka pranuar. Nuk ishte asnjë anëtar i sinodit që kishte rezervim. Edhe të huajit, edhe holandezët ishin dakord me njëri tjetrin, edhe të gjithë e kanë nënshkruar me emrin e tyre, para se të largoheshin nga sinodi. Edhe kështu vendimi i sinodit të Dortit nuk ishte thjesht diçka i kishës së Hollandës, por ishte diçka i të gjitha kishave të reformuara në Evropë. Kishte edhe disa gjëra ku sinodi nuk përfundoi, do t'i hasim edhe sot, edhe thanë, këto janë gjëra për të cilat Bibla nuk flet me mjaft qartësi, ka arsye biblike për këtë pikpamje, ka arsye biblike për këtë pikpamje, ne sinod ne nuk kalojmë më tutje se sa na thot Bibla. Edhe nëse Bibla nuk është e qartë në një farë pike, ne nuk marrim një vendim. Jemi të nënshtruar Biblës. Edhe në fund u mbyllën kanunet me një paragraf lavdërimi të Perëndis që ka qartësuar kishën e Hollandës, edhe ndër kombëtare ka i fituar Hollanda një luftë civile në Hollandë për këtë çështje, sepse problemi që nuk ishte vetëm 43 pastorë që mendonin këtë, por duke menduar në mënyrë më të lirshme, ata kishin shumë qeveritar me vete, që preferonin liri për të organizuar shoqërinë Hollandës, ndërsa ata që ishin më të reformuar, ishin edhe më strikt në zbatimin e ligjeve të Perëndis, edhe kërkonin një shoqëri që jetonte sipas ligjit të Perëndis, si në Kalvinin, në Gjenevën e Kalvinit. Edhe këto pikpamja brenda qeverisë ishin shumë të nxehta. Majoranca e qeverisë qeme arminianët, minoranca qeme kalvinistët. Edhe mund të kishte ndodhur një shpërthim, një luftë civile brenda Hollandës, ndërsa akoma ishin në luftë me Spanjën. Edhe nuk do të ishin shumë të kënaqur spanjollët nëse gjysma e Hollandës do të luftojë me gjysmën tjetër e Hollandës. Dhe pastaj Spanjën të merrte korrjen e luftës civile. Pra do më të gjithë ekzistenca e Hollandës që e përfshirë në këtë debat. Ato 5 pikat e kanuneve njihen gjithashtu si 5 pikat e kalvinizmit. Tulip. Kush i njeh 5 pikat e kalvinistit? Tulip. Pse quhen tulip? Kjo është treta. E para, ata janë pak? Total depravity. Po. Unconditional election, zgjedhje pa kushtëzuar. L-ja është për limited atonement. Perseverance of the saint është B-ja. Irresistible grace është I-ja. Okay. Këto së bashku formojnë tulip, dhe janë 5, po jo në renditjen e kanunit, sepse për hir të anahramit si quhet, ata kanë ndryshuar renditjen të tulipit të jetë i shprehshëm. Faktikisht nuk ishte fare sinodi që ka shijuar këtë, kjo është bërë në shekullin 19, të 300 vite më vonë. Në Amerikë quhen bacon. Në Amerikë thonë bacon. Bacon. B-A-C-O-N. Bacon. Tulipin kanë kthyer në bacon. Po i kanë bërë një përshtatje thonë thjesht. Njëjtë koncept po e bën. Okay.
Tani tema teologjike të kanuneve. E para është vullneti I lirë I njeriut dhe sovraniteti I Perëndis. Ky është një debat që ka ekzistuar përpara midis Pelagiit dhe Shën Augustinit në shekullin e 4. Një temë tjetër është supralapsarianizmi kundër infralapsarianizmi. Ky është një debat që nuk është gjithë tek sinora. Midis supralapsarianizmit dhe infralapsarianizmit. Do ta shpjegoj pak më vonë. Tema patjetër është parasytimi hyjnor, vdekja e Krishtit dhe shpengimi përmes saj, prishja e njeriut, kthimi I tij te Perëndia në mënyrën si ndodh kjo, rikëndrueshmëria e shejtuar. Okej, shkojmë pak më thellë tek së pari vullneti I lirë I njeriut dhe sovraniteti I Perëndis. Natyra njerëzore, sipas Pelagiusi, një murg britanik në shekullin e 4, që punoi në Rom, tha që natyra njerëzore është asnjëanëse. Nuk është pozitive, nuk është negative në momentin e lindjes. Është e bardhë. Tabula rasa. Është e bardhë. Pra nuk ka mëkat të trashëguar, mëkati është diçka të fituar nga prindërit nga ambienti. Tha Pelagiusi, Shën Augustini ka rezistuar këtë plotësisht. Tha njeriu është I shturur plotësisht, totalisht. Kjo kishte pasoja edhe për gjëra të tjera, vdekja, për shembull. Pse vdes njeriu? Pse? Aja Augustinianti? Çfarë tha Pelagiusi? Njeriu nuk ka për të vdekur për shkak të mëkatit, sepse nësa ai vazhdon të jetë I bardhë, siç është lindur, nuk ka nevojë të vdes për shkak të mëkateve të tij, ai vdes vetëm si për arsye biologjike. Trupi I tij mbaron në një farë momenti, pas disa vitesh. Pra vdekja është biologjike, apo vdekja është paga e mëkatit? Ti çfarë bindje mbron? Ti çfarë bindje mbron? E kupton? Jam duke kontrastuar Pelagiusin me Augustinin, sepse do shohim që Pelagiusi kthehet në një emër tjetër, Arminiusi. Ashtu. Ishte mëkati që I dha dënim Zoti Adamit dhe Evës? Qartë. Pas rënies në mëkat, njeriu kishte një vullnet të lirë apo një vullnet të rënd? Pas rënies në mëkat. Pelagiusi tha, vullneti I njeriut është akoma I lirë, por I dobësuar. I lirë në kuadër të natyrës tënde mëkatare. Je I lirë, por je mbushur për mëkat. Do të thënë gjithmonë është I prirur ndaj mëkatit. Që nuk shkon më shumë në mëkat, ti është I lirë. Aha. Tësa Të qenë pastër, po në profesori. vullneti Agostini tha, vullneti jon nuk është neutral, por është I prirur ndaj të keqes. Pasardhja jon, si mëson mëkatin, nga ambienti, nga shembulli, tha Pelagiusi. Desa Shën Augustini tha, fëmia vjedh sepse është vjedhës. E kuptoni? Jo sepse mashë, po thjesht për të kënaqur për ta vjedhur. Por ai ka prirjen për të vjedhur,
sepse ka një dëshirë për të pasur diçka. Për sipas Pelagiusi, shpëtimi është rezultati I zgjedhjes së njerit. Unë preferoj të shpëtohem, prandaj pranoj besimin. Ndërsa Agustini tha, besimi është fryt I hirit të Perëndisë. Ky debat ekzistoi në shekullin e 4, e kthehej 11 shekull më vonë në arminianizmin. Faktikisht ishte kthyer, sepse edhe në kishën katolike romane gjejmë të njëjtat gjëra, por në një mënyrë më pak të shprehur. Kjo quhet gjysmë pelagianizëm. Pelagi ishte ai murg që zhvilloi këtë formë mendimi. Kisha katolike ishte pak më e moderuar, sepse u bë një lloj kompromis që quhet gjysmë pelagianizëm, që ka edhe të kisha katolike, edhe të kisha ortodokse. Sot. Që kupton kjo? Natyra njerëzore nuk është I shturur totalisht, por është I sëmur, I dobësuar. Njeriu prandaj ka nevojë për hir, për ndihmë. Si një person që ka vetëm një këmbë, ka nevojë të ndihmohet. Perëndia me anë të hirit të tij na ndihmon të ecim, por edhe vetë kemi për të ecur. Është një bashkëveprim, një sinergji midis Perëndisë dhe njerit. Edhe kështu, vendimi I Perëndisë për të na shpëtuar duhet bashkuar me vendimin ynë për të shpëtuar. Pra shpëtimi është rezultati I dy gjërave të bashku. Hiri I Perëndisë, vepra e njerit. Kjo kupton gjithashtu që sovraniteti I Perëndisë nuk është absolut. Sovraniteti I Perëndisë është I kufizuar. Nëse ti refuzon të ndihmohesh, Perëndia nuk do të determinojë të shpëtohesh. Ti mund të zgjedhësh kundër shpëtimit tënd. Ke këtë liri. Bashkëveprimi I Perëndisë kërkon bashkëveprim ynë, nëse unë nuk bashkëveproj, Perëndia nuk mund të më shpëtojë. Thonë, gjysmë pelagianët. Në dokument, në Moodle, ka një dokument që quhet Vullneti I Lirë, që është një paragraf prej Reformation Study Bible nga Sprawley, por nuk më të hap tani, ndryshe do prish prezantimin. Sa po lexuam ai paragraf nga Reformation Study Bible për Vullnetin E Lirë, ka shumë gjëra brenda, por nëse dikush mund ta përmbledh me 2-3 fjalë, 2-3 fjalli, le të bëhet, ndryshe mund ta rilexoni, ndoshta të analizoni vetë argument pas argumenti në mënyrë renditëse, mund të kishte vlerë. Po kush ka një ide për ta përmbledhur? A ka njeriu vullnet të lirë? Lirë sipas natyrës. Sipas natyrës, për mirë apo për keq? Pa u gjeneruar për keq. Pa u gjeneruar për keq. Dakor. Edhe çfarë bëhet me anë të rigjenerimit? Ndryshojnë dëshira. Dëshira është për Kristin për Perëndin, dhe zgjidhja është e lirshme. Por kjo është bazë e veprimit monergjistik. Domethënë, ku Perëndia na shpëton, a nuk humbasim lirin tonë? Jo. Ne shpëtojmë lirin. Domethënë njeriu pasi është konvertuar, vazhdon të jetë I lirë, por përdor lirin. Pra njeriu ka nevojë për frymën e Perëndisë, për hirin e Perëndisë, për të ndryshuar,
ai të ka një vullnet të ri për të rirë, të përdoret për lirin për Perëndin, drejt Perëndis. Është ai hir i para Jezusit. Edhe kjo kupton që njeriu nuk shpëtohet kundër vullnetit të tij. Sikur ai mërzitet me Krishtin, nuk ka mundësi, sepse vullneti i tij është i ndryshuar, është i rinovuar. Ky është fillimi i konvertimit të njerit. Dashuria e Perëndis derdhet në zemër. Vullneti i tij konvertohet. Dhe njohja e tij e Perëndis fillon të funksionojë. Si përmbledhje, ka nevojë për vetë studim për ta planuar në mënyrë më të thellë. Artikulli i bukur. Një temë tjetër teologjike, do vazhdoj duke parë orarin, supralapsarianismi dhe infralapsarianismi. Ndoshta tema më e vështirë në teologjinë. Ç'është kjo? Fjala lapsus, e dini nga latinisht natyrisht, kupton? Rën. Shumë bukur. Supra kupton? Super faqe, bi diçka. Ndërsa infra kupton nën diçka. Supra nën infra. Supralapsarianismi kombinon këto dy. Supra, bi, përpara, rënjes, lapsa. Edhe flasim tani për dekretet e Perëndis. Edhe duhet jemi të kujdesshëm, sepse ne nuk jemi Perëndi. Ne nuk ishim të pranishëm, por kur Perëndia mori vendime nga përjetësia. Edhe mendja jonë është e kufizuar dhe jo vetëm e kufizuar, por edhe e verbur. Po, sipas të kuptuarit biblik, ne themi që Perëndia ka bërë një dekret para caktimi. Ai ka bërë gjithashtu një dekret krijimi dhe një dekret rënjeje, i cili ka qenë i parë. Lapsarianismi thot, Perëndia ka dashur popullin e tij nga përjetësia. Pra, dekreti i paracaktimit të fëmijëve të tij është e parë. Pastaj, në mënyrë logjike, ndoshta jo në mënyrë kohore, sepse kush është Perëndia në përjetësi, nuk mund të zbatojmë kohë në përjetësi. Por logjikisht, pas dekretit të paracaktimit, ai ka bërë një dekret në lidhje me rënien tonë. Paracaktimi së pari, pastaj rënia. Supralapsarianismi. Ndërsa infralapsarianismi thot, Perëndia lejoi rënien, vendosi për rënien e njeriut, edhe tha, po midis njerëzve të rënë, unë zgjedh fëmijët e mia. Nga gjithë trupi i personave të rënë, unë përcaktoj dhe përjashtoj disa. Pra, vullneti apo vendimi për përcaktim është më vonë logjikisht se sa dekreti i rënjes. A kuptoni ndryshimin? Ok. Kjo ka pasojë, prandaj. Në supralapsarianismin, dekreti i Perëndis për shpëtim është i pari. Perëndia përlëvdohet për arsye të këtij dekreti. Pastaj Perëndia ka vendosur rënien. Pra, lavdia e Perëndis është arsyeja primare, fillestare për çdo gjë. Kjo ka për të bërë me lidhjen, konfliktin midis Pelagiusit dhe Augustinit. Para reformacionit,
ndryshimi që nëse rënja e Adamit përshihej apo jo në dekretin e përgjithshëm të Perëndis. Supralapsarianët edhe para reformacionit besonin që rënja vijoi dekretin e paracaktimit si pjesë të saj. Por infralapsarianët me Pelagin mendonin Perëndia para njifte rënjen, por ai nuk e ka vendosur. Autori i mëkatit. Nuk është autori i mëkatit, ende nuk ka vendosur për rënjen, ai ka vendosur vetëm për shpëtimin. Nuk kishte dy vendime, por kishte vetëm një. Luteri dhe Zwingli edhe Calvini ka thënë Perëndia ka vendosur për rënjen e Adamit, po jo si shkaktar, ai e ka lejuar. Prandaj ai nuk është autori i mëkatit. Dhe këtë katolikët edhe të reformuarit ishin një, Perëndia nuk është autori i mëkatit. Pas reformacionit, teologët me më shumë kuptim doktrinor fillonin debatin midis renditjes së vendimeve. Dikush si Bullinger, një reformator shqiptar, në të njëjtën kohë si Calvini, ishte infra. Ai tha së pari rënja, pastaj paracaktimi. Ndërsa Beza, ndjekësi i Calvinit, tha supra. Së pari paracaktimi, pastaj rënja. Arminianët thanë, ju Calvinist, ju keni një doktrinë të vështirë, sepse ju thonë Perëndia ka përjashtuar njerëz nga zemra e tij. Ai nuk I donte. Njeriu ende nuk ishte rënë në mëkat, por Perëndia ka përjashtuar. Jo nga rënja, po nga dëshira e tij. Perëndia, sipas juve, është një Perëndi që urren disa krijesat e tij. Kështu e formuluan për hedhur smir mbi të reformuarit. Edhe prandaj arminianët thanë, jo, njeriu ka rënë në mëkat. Perëndia kishte për të zhvilluar planin B. Sepse plani A, Adami dhe Eva në kopshtin e Edenit për përjetësi, kjo nuk funksionoi më. Ranë në mëkat Adami dhe Eva, Perëndia më çfarë të bëj tani, sepse nga ana njerëzore, do nga mëshira ime do përzgjedh një pjesë të pasardhjes së Adamit dhe Evës për shpëtim. Jo të gjitha, ka njerëz kokë fort, si Kaini, Hitleri, por jam I mëshirshëm. Natyrisht jo në realitetin kohor, Perëndia ka menduar kështu, por në vendimarrjen e tij, ai ka vendosur në këtë renditje. Thanë arminianët. Tani në tek sinodi, ata kishin për të marrë me këtë, sepse arminianët kishin shkruar të shumë për këtë. Dhe sinodi kishte për të marrë një vendim, a jemi supralapsarian apo jemi infralapsarian. Nëse jemi infralapsarian, a është në kuptimin e arminianëve? Perëndia kishte për të zhvilluar një plan B? Gomarius, ai që ka një emër pak të ndërlikuar në Shqip. Dyshë seksi. Gomariusi, ai ishte krejt supralapsarian, sepse hori poshtë mendimin që Perëndia kishte për të reaguar mbi rënjen e njeriut. Por infralapsarianët thanë, njeriu I krijuar dhe I rënë ka përgjegjësi. Edhe sinodi tha, ne mbrojmë
sovranitetin e Perëndis, po ne mbrojmë edhe përgjegjësinë e njeriut. Njeriu nuk është kur apo dru. Ata përdorin këtë shprehje brenda kanuneve. Njeriu nuk është dru apo kur. Ka përgjegjësi. E thanë këtë kundrejt arminianëve, që thanë, kalvinistët konsiderojnë njerëz pa vullnet. Jo, tha sinora, njeriu ka përgjegjësi, por ai përdor përgjegjësinë e tij për keq. Priret ndaj të keqes. Përgjegjësia nuk është baras me vullneti i lirë për të mirë. Përgjegjësia përdoret për keq. Si ai, është një shembull i njohur, si ai pronari i shtëpie, që kishte një shërbys që kujdeste për shtëpinë, edhe kur largohej pronari për një javë pushimi, tha këtu ka një enë të mbyllur. Mund të prekësh çdo gjë në shtëpinë time përveç enës. Mos e hap. Në fund të javës, shërbyesi kishte rrethuar kaq shpesh enës, duke menduar, çfarë ka brenda? Pse nuk lejohet të hap? Dërsa jam i lirë me çdo gjë në këtë shtëpi. Edhe pak para se të kthehej pronari, hapi mbulesën e enës, edhe iku një mi. Miu të miu, apo jo? Një mi. U kthye pronari, e hapi, e tha kush miu? Ti e ke hapur, apo jo? Po, e kam hapur. Pse e ke hapur? Nuk rezistoja më vullnetin time të lirë për të keqen. Të prirur ndaj të keqes. Shikota pronari, çdo njeri ka vullnet të lirë që ai mund të kontrolloj për 6 ditë, po në ditën e 7 ai e përdor për të keqen. Okay. Sinodi nuk mori një vendim. Pak ndryshe nga Calvini, që ishte supra, Sinodi, duke parë debatin me arminianët, thamë ne nuk duhet të futemi në ekstrem. Nëse arminianët janë kështu, ne të mbrohemi kundër reagimit ekstrem në të kundërdin e tyre. Nuk duhet të kalojmë nga një ekstremi tjetër. Prandaj majoranca e sinodit ishte pro infra, që thekson përgjegjësinë e njeriut. Sinodi ishte infra e supra. Kishte të dyja brenda, edhe nuk mori një vendim. E lanë hapur si pezull, si diçka për të cilën Perëndia nuk na ka dhënë mjaft dritë. Dërsa majoranca e sinodit ishte në anën e infras. Po ajo majorancë nuk imponoi minoritetin me këtë vendimarrje. E lanë të dyja. Edhe unë shikoj që teologët që janë më kognitiv, si gjuhën e feminine e shqip, që janë më shumë mendor, më shumë logjik, si Abraham Kuyper, si Kersten, që ishte themeluesi i denominacionit tonë Holland, ata që ishin me shumë logjik, prireshin drejt suprës. Dërsa ata që ishin më shumë ndërnjerëzor, më shumë relacional, mund të themi, ishin më shumë infra, duke theksuar përgjegjësinë e njeriut. Tani në një predikim, a duhet të dau nëse predikuesi është supra apo infra? Së pari, ai debat nuk është për katedrin. Së dyti, ka vargje biblike që bëhen thirrje njerëzve, e jeni teku. Këto janë vargje që theksojnë përgjegjësinë e njeriut. Atëherë predikimi të jetë infra. Ka edhe
vargje biblike që theksojnë sovranitetin e Perëndis. Atëherë predikimi të jetë supra. Unë si predikues nuk dua të bëj një zgjedhje, por dua të ndjek Biblën, sipas paragrafit që po shpjegohet një fati. Edhe rrëfimi belg i besimit, edhe rrëfimi i besimit të Westminsterit priren drejt pikpamjes infra. Por deri sot, të dyja grupe teologësh ekzistojnë edhe janë miq me njëri tjetrin. Po Westminsterit si përjet? Nuk e shpreh shumë qartë, po nëse lexon me kujdes paragrafin përmendur këtu në prezantim, ka një prirje drejt pikpamjes infra. Duke theksuar përgjegjësinë e njeriut, jo lirinë e njeriut. Pra, të dyja pikpamja janë brenda botë kuptimit të reformuar. Efesianëve 1, vargu 3 deri 6 thot, i bekuar qoftë Perëndia, dhe ati i Zotit tonë Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekum frymëruar në vendet e gjallore në Krishtin, sikurse na zgjodhi në Krishtin, përpara se të themelohej bota, që jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri, duke na paracaktuar përbirësim për veten e tij me anë të Jezu Krishtit, sipas përqimit të vullnetit të vet, për lavdim të lavdisë e hirit të tij, të cilin na dhuroi në të dashurin birin e tij. Që duket super. Në këtë varg po. Po në mënyrë që nuk është një vendim i ftohtë, po është një vendim dashuri në birin e tij, të cilin ai kishte sakrifikuar për ne. Edhe për lavdinë e tij. Po prirja e vargut është Jezusi. Okej. Vazhdoj tek paracaktimi hyjnor, që është neni i parë i kanuneve. Çfarë është paracaktimi? Caktuar para. Është interesante, nëse ndjek kreun e parë të kanuneve të Dortit, nuk fillon me një përcaktim të paracaktimit, me një përshkrim të paracaktimit. Por fillon me të drejtën e Perëndis për të dënuar njeriu. Se ka të drejtë Perëndia për të paracaktuar? Sepse ndoshta ne humbëm. Patjetër, por doktrina e paracaktimit për një njerëz nuk mund të kuptohet pa realitetin e rënies në mëkat. Edhe kjo është një shenjë të infrës. Realiteti i rënies kupton që ne nuk kemi për të thirrur Perëndi për t'i dhënë neve llogari. Kur jam në mëkat në Adamin ne humbëm gjithë. Me që nëse të gjithë njerëzit kanë mëkatuar në Adamin, dërgjen në mallkim ne meritojnë vdekjen e përjetshme. Perëndia nuk do të kishte bërë asnjë padrejtësi nëse do të kishte lënë të gjithë që të humbisnin, edhe të dorëzonte për dënim për shkak të mëkatit sipas fjalëve të apostullit, që çdo gojë të heshtë në gjithë bota të bëhet fajtore para Perëndis, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk arrin lavdinë e Perëndis. Paga e mëkatit është vdekja. Ky realitet është baza e doktrinës së paracaktimit, për ta kuptuar. Neni 2 thot këtë, por, fjala por ndonjëherë ka shumë pesh. Në këtë gjë, në këtë realitet të rënies, u shfaq dashuria e Perëndis, sepse ai dërgoi birin e tij të vetëm lindurin në botë, që kushdo që beson në të mos humbas,
për të ketë jetën e përjetshme. Pastaj në një 3 vazhdon me predikimin e Ungjillit. Së katërti, përgjigja e dyfisht ndaj Ungjillit. Theksohet përgjegjësia e njeriu. Edhe në një 5 shkon, pse ka njerëz që i përgjigjen Ungjillit në mënyrë pozitive, ndërsa të tjerë negative. Ndërsa unë për vite e kam refuzuar, edhe në një farë momenti fillova ta pranoja. Pse miku im apo mikesha ime që deri sot e ka rezistuar, mund të ndryshojë nesër. Shkaqet e mosbesimit e të besimit. Shkaku ose faji i këtij mosbesimi, si dhe e të gjithë mëkateve të tjera, nuk gjendet as pak te Perëndia, por te vetë njeriu. Teksa besimi në Jezu Krisht të shpëtimi përmes tij është dhurata falas e Perëndis, sepse shkruar, siç është shkruar, sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit. Edhe kjo, jo prej jush, por është dhurata e Perëndis. Po kështu, sepse juve është dhënë hiri për Krishtin, jo vetëm që të besoni në të, por edhe të vijoni për të dhënë hir. Dhe kështu vazhdon, kapitulli, nuk kemi kohë për të lexuar të gjitha ato, por nëse shikojmë vetëm titujt, dekreti i përjetshëm i Perëndis. Dekreti i paracaktimit nuk është bërë pas rënjes së Adamit, sikur është kohor, por është i përjetshëm. Dekreti i përjetshëm fillon me zgjedhje, që është një dekret për personat edhe për mënyrat shpëtimit. Pse? Do të shpjegoj më vonë. Zgjedhja nuk bazohet mbi besimin e parapara. Por zgjedhja bazohet në pëlqimin e Perëndis. Edhe ajo zgjedhje është e pandryshueshme. Është e sigurt. Është e frutshme. Edhe në 15 formulohet përjashtimi. Ju shikoni renditjen. Njeriu është fajtor. Perëndia ofron ungjillin e dashurisë në Krisht. Kërkon një përgjigje. Përgjigje pozitive rrjedh nga zgjedhja e Perëndis. Përgjigja negative kupton që Perëndia deri tani nuk ka shpallur zgjedhjen e tij apo personi është i përjashtuar edhe prandaj ai nuk përgjigjet në mënyrë pozitive, por akoma është përgjegjës për mos shpëtimin e tij. Dhe këtu tek deni 17 kemi shpëtimin e foshnjave të besimtarëve, edhe në 18 thotë për qëndrimin e duhur ndaj zgjedhjes dhe përjashtimit të jemi të përulur. Mos kërkojmë llogari. Në prezantimi do gjeni një seri vargjesh që tregojnë atë që thuhet. Zgjedhja është akti i përjetshëm i Perëndis për të shpëtuar disa njerëz në Jezu Krishtin dhe përmes Jezu Krishtit, pa përfillur meritat ose mëkatet e atyre që janë zgjedhur. Perëndia nuk thot, ky është mëkatari i vogël, dhe të shpëtohet. Jo. Edhe prap ka prava biblike, përjashtimi është doktrinë ndoshta pak më e vështirë. Edhe teologët e kanë formuluar në 2 nivele, në 2 pjesë. Perëndia, pjesa e parë quhet preteritio, që është një fjalë latine që thotë Perëndia anashkallon njerëz duke i lënë në mjarimin e tyre. Perëndia nuk i hodhi në mjarim, ata vetë ranë në mëkat,
po Perëndia I linte në atë njeri. I anashkaloj prej të riti. Së dyti, ata që vazhdojnë në mëkatet e tyre dënohen, kondemnacio, për shkak të mëkateve të tyre. Dhe asnjë formë varg në Bibël thotë Perëndia ka dënuar sepse donte të dënoj, donte të dënonte. Calvini, këtu jemi tek kufit e të menduarit tane. Calvini tha, ka një parashiktim të dyfisht. Perëndia paracaktoi njerëz për shpëtim, edhe njerëz të tjerë për dënim. Sepse pari thot tek Romakët 9, flet për në Romakët 9 për enët e mëshirës dhe enët e zemërimit. Pra ka një parashiktim të dyfisht. Ka edhe njerëz që thonë që janë të reformuar, duke thënë që po jo ka një parashiktim të njëfishtë. Perëndia zgjedh të dashuritë e tij, por të tjerët I lë. Edhe ky nuk është një vendim, është më shumë një pasojë. Por tha Calvini, nëse Perëndia ka vendosur çdo gjë, ai ka vendosur edhe ata që për fajin e tyre humbasin. Ndryshe Perëndia është gjysmë sovran. Dhe kjo nuk shkon. Arminianismi tha, paracaktimi është rezultati I vendimit njerëzor. Perëndia, duke qenë nga përjetësia, njifte përpara këtë person. Ky person zgjedh të ndjek Krishtin, e paracaktoi. E shkruaj në librin e tij. Kështu thanë arminianët. Pra paracaktimi kuptonte parashikim, pa jo para vendim. A shikoni ndryshimin? Edhe prandaj arminianët thanë, nuk ka një dekret hynor nga ana Perëndis kush do të shpëtohet, po vetëm Perëndia ka bërë një vendim, ka shpëtim, ai që beson te Krishti shpëtohet. Prandaj paracaktohet. Pra, vendimi njerëzor për të shpëtuar është I pari, pastaj del paracaktimi, që është afër doktrinës së infralapsarianismit. Prandaj sinore kishte pak kujdes, sepse infralapsarianismi që nuk shpjegohet mirë mund të duket si arminianizm, që përgjegjësia e njeriu theksohet aq shumë sikur Perëndia është I varur nga vendimi njerëzor. Kjo e fundit është arminianizmi, ndërsa infralapsarianët thanë Perëndia vendos në bazë të rënies në mëkat, ai jep hirin e tij, por ai trajton njeriu si person me përgjegjësi. Por kjo nuk kupton që Perëndia është I varur nga vendimi njerëzor. Është e vështirë? Shumë e vështirë. Mendoni për këtë. Kërkojnë pak përsëritje. Lexoni tekstet këtu, bashkë me vargjet biblike. Nëse jeni gati, lexoni edhe kundërshtimet e gabimeve. Mirë, kapitulli 2. Vdekja e Krishtit dhe shpjegimi I njerëzve përmes saj. Vdekja e Krishtit për kë është? Në mëkatarë. Në mëkatarë. Po efekt shpërndarja ose figativ për thjesht. Ne si predikues e dim rezultatin e predikimit? Jo. Ne ofrojmë Krishtin të gjithëve.
në mënyrë serioze. Edhe ne themi njerëz, e jeni për uleni, pranoni Krishtin. Sepse përmes ofrimit të shpëtimit, Perëndia realizon dhe bën të efektshme paracaktimin e tij. Pra ka një veprim të fshehtë përmes ofrimit publik. Po ne nuk themi për Krishti ka paguar për të gjithë. E këtu fjallimi është shumë delikat. Nëse unë them Krishti është për të gjithë, a them të vërtetën po apo jo? Po. Krishti ka vdekur për të gjithë? Po. Për të gjithë ata që janë të zgjedhur. A duhet i them këtë në predikim? Ndoshta mund ta thash për të gjithë ata që beson, se për gjithë ata që janë zgjedhur, okej, po nuk e predikon dot, mendoj unë para gjithë kishës për ata që janë të zgjedhur, se unë për shembull në fillim po të jem si jo besimtare, them, nga e di unë s'jam fare zgjedhur i ke fare. Vërtet. Mendoj unë. Po ka thënë erë të shfarë. Nuk varet nga ne, po se varet nga... Po, besojnë vetëm në në zgjedhje. fillim unë që vi është pak e fortë si fjalë. Është pak e fortë edhe në fazën e ungjillizimit, edhe këtë fazë kemi çdo javë. Po. Doktrina e paracaktimit nuk duhet përmendur shumë. Ofrimi i hirit, i shpëtimit është gjë. Prandaj themi, unë personalisht nuk do të përdora Krishti ka vdekur për të gjithë, siç është, do të preferoja të thosha vdekja e Krishtit ka vlerë për të gjithë, ka kuptim për të gjithë, që askush të mos thotë nuk ishte për mua. Kanunet tonë, vdekja e Krishtit ka një vlefshmëri për të gjithë. Mund të shpëtohen 1000 botë me anë të një gjakderdhjeje. Vlefshmëria është e pafund. Efektshmëria varet nga zgjedhja e Perëndis. Sepse imagjino për një moment që Krishti vërtet kishte vdekur për të gjithë, në kuptim që ai kishte paguar për mëkatet e të gjithëve. Dorsa disa nuk do të vinin fare te Krishti. Atëherë gjakderdhja e tij ndaj atyre do të ishte kot. Gjaku i tij do të kishte rënë pa efektshmëri. A është kjo për nderin e Krishtit? Ja. Dashëria e Perëndis. Nëse do të ishte vërtet përfshirës e të gjithëve, a do të Stokkohej vani? Po stokkohej. Gjetste. Kjo është qarë që kuptova. Stokkohej, okay? Ose ndalohej. Aha. Stokkohej. Po, nëse Po edhe një pyetje. Nëse disa njerëz do të refuzonin dashurinë e tij, a do të hedhur poshtë dashurinë e Perëndis në mënyrë efektive flasëni, sepse përsëri ne themi që gjithëve Perëndia është dashuri. Fjala thotë këtë. Ne duhet ta përsërisim. Po a dua të them Perëndia të ka dashur juve në kuptimin që ai të ka shpëtuar? Po tani ti ke të pranuar këtë. Ti mund të pranosh apo mund të refuzosh dashurinë e Perëndis? Pse të mos përdorim terminologjinë që përdor Bibla? Aha. Edhe jemi në rregull. Ne shkojmë përtesë terminologjia se duam që njerëzit të shpëtohen edhe përdorin terma që s'u përkasin fare aty. Ne nuk i njohim. Nuk i bëjmë derë. Asë punon në hitë për një të setë.
Kjo është këshill shumë e mirë që edhe Calvini ka thënë, në gjithë teologjinë e mi, nuk kam përdorur shprehje që te i kalojnë të vërtetën biblike. Diçka që Bibla nuk shpjegon, unë me logjikën time nuk duhet të kapërcej me një shpjegim të mëtejshëm. Është e parimi Mojsiu që ato që janë zbuluar për ne, apo janë për Po. besimtarët. Calvini përdor këtë varg si provë që ai në një farë momente ndalon. Edhe thotë këtu rrjedhja e mendimeve nuk duhet të pejkoloj kufit e fjalës. Mund të spekulojnë pak, po që Shumë njerëz. Cili farë të shkët? Numrat 29 vargu 29. Sa të sfulë pas budesë. Jo numrat. Pa, nuk fillon pas budesë. Ligji i Përgjëria. 29. Prisha e njeriu që thonë shumë për Mojsiu. Po, pratë. Sa më me të shpik, që ato si pesë parë. u kaloj për hir të kohës, kaloj tek kapitulli 3-4 të kanunet. Kapitulli 3, kreu 3, jo ne 3. Kreu 3 të remonstrancës duket biblike. Por në nenin 4 duket që ata keq përdorin atë që ka thënë në nenin 3. Prandaj sinodi ka kombinuar përgjigjen e remonstrancës kapitullit 3 me përgjigjen e remonstrancës e kapitullit 4 për të shmangur keq kuptime. Prandaj neni 3-4 të kanunet është bashkuar në përgjigjen 3-4 të remonstrancës. Veçanërisht tek kundërshtimi i gabimeve. Remonstranca në një 3 thot, ne besojmë që njeriu nuk e zotëron në vetveta përmes aftësisë në vullnetit të tij të lirë besimin shpëtues, me qenë se në gjendjen e tij të rënë nga besimi, apostazisë, dhe në mëkat, ai nuk është i aftë të mendojë, dëshirojë apo të bëjë ndonjë të mirë që të qonë shpëtim, por është e domosdoshme që ai të lindë prej Perëndisë në Krishtin përmes frymës së tij të shenjtë dhe të rritet në njohje, ndjenja dhe vullnet e në çdo aftësi, me qëllim që të kuptojë, përsjas, dëshirojë dhe të kryejë atë që është vërtet e mirë, sipas fjalës së Krishtit, tek Gjoni 15:5, apo nuk mund të bëni asgjë. Kjo duket e mirë, si shprehje e remonstrantëve. Patani një nikam. Ne besojmë se ky hir i Perëndisë është nisja, avancimi dhe përfundimi i çdo të mire. Duke qenë se njeriu i rilindur pa këtë zgjim paraprak ose ndihmues, dhe hirin pasues dhe bashkëveprues, e si pasojë të gjitha veprat e mira të cilat mund të mendohen, duhet t'i atribuohen hirit të Perëndisë në Krishtin. Po përsa i përket formës së këtij hiri, nuk është i parezistueshëm. Me qenë se është shkruar se shumë veta i rezistuan frymës së shenjtë tek vepra 7, si dhe në disa pasazhe të tjera. Pra hiri i nevojshëm, po së fundi edhe i rezistueshëm. Ky është mendimi i remonstrantëve. Sepse njeriu sipas atyre nuk që i vdekur, por i sëmur, i domet. Për të evituar këtë, sinodi ka bashkuar 3 dhe 4 për të treguar që shpëtimi është plotësisht nga hiri i parezistueshëm. Edhe si vepron Perëndia në kthimin e njeriut, në konvertimin e njeriut është përshkruar në atë kapitull në nenet 12-13 besoj, duke përshkruar konvertimin e njeriut në mënyrë shumë të bukur. Këshilloj të lexoni me shumë kujdes dhe vëmendje ato paragrafe.
edhe t'i zbatoni në predikim apo ku keni për të folë. Janë vërtet thesare. Kapitulli 5. A mund të rezistoj njeriu hirin e Perëndis? Në kuptimin që ai ka pranuar hirin dhe pastaj nuk grumon, domethënë ku mbas hirin, që frymë, O bet hiri, që të rrugës në besimtarë. Sipas demonstrantëve, është e mundur që fryma e shenjtë që ka ardhur në zemrën tënde largohet. Dashuria që ka mbushur zemrën tënde largohet. Emri yç që është me sa duke në listën e të shpëtuarve shihet. Gjysmë për lagje Kështë shkruajtur me laps emri fillim, po më. Kështë shkruajtur emri me laps fillim, pastaj përdori gomën. Po, diçka e tillë. Po. Ende që remonstrantët duke qenë sfiduar nga sinodi thanë, njeriu mund të vijë sot te Krishti, mund të largohet nesër nga Krishti. Pas nesër mund të kthehet te Krishti e një ditë më vonë mund të largohet. Edhe kështu me radhë. Edhe fryma e shenjtë hyn, largohet, edhe kështu. Ajo ishte aspekt tjetër. Ne kemi një testament. Asa shumë me këtë. Po se Ose jam dy do të bëj. është në djalë Është jeta e vjetër për të interpretuar në mënyrë gabuar vjetën e re. Ishte dispensacion tjetër po e quajmë, në kuptimin e mirë të fjalës. Davidi tha, unë nuk jam më ide të kem frymën tënde, sepse kam mëkatuar rënd. Prandaj ai kërkoi mos me hiq frymën tënde të shenjtë. Kjo tregon gjithashtu një pjesë të doktrinës së këmbënguljes, që është nga Perëndia që nuk heq frymën e tij të shenjtë. Nuk është nga ne që ne ngulim këmbë e pastaj shpëtohemi. Sidoqoftë ne përpiqemi të jemi të pastër. Ne nuk jemi gur që japim veten mëkatit. Nuk është mos mas. Por së fundi, Nuk kisha hequr. së fundi shpëtimi ynë varet nga mos heqja e frymës së shenjtë nga Perëndia. Sinori e gjykon së fundi këto deklarata refusim si të marrë nga fjala e Perëndisë dhe në përputhje me rrëfimet e kisheve të reformuara. Duke bërë këtë, ata vendosin rrëfimet e tyre nën fjalën e Perëndisë. Pra, një rrëfim nuk është gjithçka e pavarur nga fjala, sikur është baras me fjalën, por është hequr nga fjala, është drejtuar nga fjala, është i nënshtruar fjalës edhe rrëfimeve më të mëparshme. Edhe kërkon vazhdimisht lutje për të shpjeguar edhe për të kuptuar. Sinodi dinte që vetë sinodi nuk mund të ndryshonte mendjet e njerëzve, e teologëve, por vetë Perëndia. Dhe prandaj përluftimi i përket Perëndisë edhe për këtë pjesë të doktrinës më të vështirë. Kështu përfundon kanunet, na shenjtëroft Jezu Krishti, biri i Perëndisë, i cili është i ulur në të gjatë të atit, duke u dhënë dhurata njerëzve në të vërtetë, u shenjtëroft në të vërtetë, Gjoni 17. Duke sjell tek e vërteta ata që gabojnë. Kundërshtarët të mos vazhdojnë, për të silen tek të vërteta. Tu mbrugojen shpifëse të doktrinës së shëndosh, dhe të pajish shërbëtorit besnik të fjalës së tij me frymën e diturisë dhe maturisë, që çdo fjalë atyre të shërbej për lavdinë e Perëndisë dhe ndërtimin e atyre që do t'i dëgjojnë.